Irani do të krijojë një sistem të përhershëm për mbledhjen e tarifave në ngushticën e Hormuzit, e cila transportonte 1/5 e dërgesave të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë para luftës, dhe ka paralajmëruar anijet të mos lundrojnë pa autorizimin e tij. Ai tha vonë të shtunën se kishte mbyllur rrugën ujore pasi lëshoi një të shtëm paralajmëruese mbi një anije që udhëtonte në një rrugë të paautorizuar. Të dielën Irani tha se kishte çaktivizuar një anije të dytë. Autoriteti i ngushticës së Gjirit Persik, i krijuar së fundmi nga Irani, tha të dielën se kalimi në përngushticë nuk kishte aktualisht i mundur, për shkak të lëvizjeve të fundit të paligjshme të forcave ushtarake të Shteteve të Bashkuara në rajon. Lejet do të lëshoheshin sapo të rivendosë stabiliteti dhe qetësia, tha ai. SBA, të cilat revokuan heqjen e sanksioneve për shitjen e naftës bruto iraniane të martën pas sulmeve të mëparshme ndaj anijeve, thanë se forcat e tyre ishin të pozicionuara për të mbrojtur lirinë e lundrimit, pavarësisht asaj që e përshkroi si agresion, ngacmim, kërcënime dhe deklarata arbitrare nga Irani. Irani nuk e kontrollon ngushticën, trafiku është i rrjedhshëm, tha Komanda Qendrore Amerikane. Qendra e përbashkët e informacionit detar e udhëhequr nga Marina Amerikane përsëriti udhëzimet se pavarësisht një kërcënimi të rënd sigurie, një rrugë ujore e zgjeruar pranë Omanit ishte disponueshme për trafik në dy drejtime. Lufta ka destabilizuar gjirin, ka rritur çmimet e energjisë dhe ka nxitur inflacionin global. Garda revolucionare e Iranit tha në një deklaratë të hënën se vetmja mënyrë për të rivendosur trafikun e rregullt të anijeve përmes ngushticës ishte t'i jepej fundur hyrjeve ushtarake amerikane në rrugën ujore dhe paralajmëroi se ndërhyrja e vazhdueshme mund të çojë në incidente më të mëdha në sektorin global të naftës dhe gazit. Çmimi i naftës bruto u rrit me 4.3%, duke arritur në $79.31 për fuçi të hënën, megjithëse mbeti shumë poshtë kulmeve të shënuara në fillimin e luftës.